Ministri i Punës Sociale, Demografisë dhe Rinisë Fatmir Limani është prononcuar ekskluzivisht për televizionin Shenja, me çka dërgon sinjale deri partisë AM Lëvizja Besa, që mezi po e pret guximin e tyre që të marrin vendimin eventual për ta përjashtuar, që pastaj ky i fundit të veprojë. Ministri aktual ka deklaruar se nuk mund t'ia mbulojnë skandalet partisë së tij. Kam heshtur sepse jam i matur, por nuk duroj dot të mbaj samarrjen e të tjerëve. Unë kam dëshmuar vetën me punë dhe projekte konkrete, prandaj edhe nuk mund të mbuloj dështimet e askujt. Në radhë të parë, për interesi i përgjithshëm, qëndroj në anën e profesionistëve që janë shtypur e shkelur vetëm se nuk kanë pasur mbështetjen e duhur. Limani tutje shtoi se ka punë dhe vepra konkrete me të cilat e dëshmon punën dhe aktivitetin e tij si ministër në këtë resor. Kam bërë mbi 500 punësime, afër 100 vetëm në Tetov, mbi 100 punësime në Çajër, në Përqerdhe, projekte të shumta për hapje të qerdheve të reja, në Çajër, Hasanbek, Studeniçan, Zhelin, Strug, Dollnen e të tjera. Hartova ligjin e dhënies së provimit në gjuhën shqipe për edukatorët, certifikatat në shqip e shumë punë të tjera. Kujtojmë që mbrëm Bilal Kasami ka lëshuar një varg akuzash pa precizuar emra konkret, duke shprehur pakënaqësi nga funksionarët e Lëvizjes Besa dhe sonte do të merret një vendim në Kuvendin e Lëvizjes Besa në raport me vazhdimin e rrugtimit të kësaj partie. Vendim për të cilin Limani u shpreh se e pret me padurim, ndërkohë Kryeministri Christian Mickoski ka deklaruar sot se ministri Limani është vlerështuar në qeveri, duke aluduar se ai nuk do të largohet nga ekzekutivi.